Mirëmëngjesi të gjithëve, jemi sërish së bashku për të sjellë tek ju të rijat e fundit të showbizit. Ca nga gjërat unë mendoj që nuk janë të vërteta. Si ky informacioni i parë që ne po prezantojmë. Atëherë, kanë ardhur fansat, kanë thënë që Egli pas ka patur një fëmijë me Olsin. Pasi 2 vite më parë, Egli ka bërë një tatuazh atë flokun e borës dhe ka shkruar: "Ky ishte vendi ku ti mbroheshe, flije dhe ku pushove në paqe. Vendosa të mbaj këtu për gjithmonë, të mbaj këtë vend të mbushur me ty, njësoj si zemrën time. Till we meet each other again, Snow, mami të do." Edhe tani njerëzit kanë thënë, jo po Egli shiko se pas ka patur një fëmijë. Ka tentuar të ketë një fëmijë. Mund të ketë tentuar të ketë fëmijë, po Snow, është emër qeni. Jo Snow për kthim shqip. Sa unë kam si bora për atë punë. Jo Snow për kthim shqip. Snow si emër amerikan është emër qeni. Pra dhe kjo si Roza Lati, thua ti, bën qenë tatuazh. Shiko, ka njerëz që lidhen shumë shpejt. Shumë, po pra dhe thonë hajde te mami, kam parë goca të reja, marrin mace, marrin qenë, thonë hajde te mami. Po e kalamam mbaj aty. Çfarë problemi keti Greta me këtë? Unë matës time hajde te mami jote i kam thënë. Po hiko goce tash me këtë mami. Bëj kalamave ti e thuaj hajde te mami. Flasim për kafshët. Po kafshët pra kafshët se lat nam, o zoti i madh, o zot. Shikoj se bëra, unë jam rritur në fshat dhe kemi dashur shumë kafshët. Lloj kafshësh kam pasur unë, lop, gomar, bele, dhuj. Po s'janë njësoj si qenie mace. Qenë mace. Macet i doja shumë, i mbaja afër, flija me to, patjetër. Po kaq pra mace është mace, s'do mbajtur afër se kapte mint në fshat, ju i mbani 13 mace të prezantosh miun. Mace tuaja, po nuk është ky roli i macës tani. Jo, se kam kështu tatosh të vogël. Mos i lastoni. Më lastonte se tani. Mos i lastoni. Mirë pra, ka qenë qeni Eglit, nuk ka qenë Nuk ka qenë fëmija. Dhe madje në këtë postim ka patur edhe komentin e Eglit, pra të familjarëve të Eglit, sepse Egli s'ka rrjete sociale momentalisht, ku është shprehur lat nam që i keni këto. S'ka faj, çfarë do thotë? S'ka faj. Dhe nuk më duket të drejtë të hapin thashë theme të tilla. Megjithëse thuaj ti, tema ishte delikate, ishte situata e nxehtë akoma, edhe pse jo mos t'i hedhin benzinë zjarrit. Si në Shqipëri më si bora, çdo gjë ndodh. Mirë, do të kalojmë pak tek informacioni tjetër. Aldo ka folur pak rreth ndarjes me ish-partneren. Përse janë ndarë. Dhe tha se atyre nuk përjetëste më muhabeti, po ziheshin dhe nuk përgjenin më mënyrën e komunikimit. Ndodhi një sherr i madh dhe pastaj ata vendosën që për të mirën e vajzës së tyre do ishte më mirë të linin një miqësi. E falenderoj shumë ish-partnerin e tij që ka folur me superlativa për Aldo dhe tha se edhe ai do të bënte të njëjtën gjë për të. Mirë, ata të dy deri këtu duket se kanë mbajtur goxha raport të mirë. Kanë folur shumë mirë për njëri tjetrin, si Aldo brenda shtëpisë, si ish-partneria e tij duke mbështetur Aldon jashtë shtëpisë. Duket se janë prindër të mirë, i folur nëse ky divorci mes tyre e ndikonte tek vajza apo jo. Aldo është shprehur që deri tani mendoj se jo, sepse ne kemi qenë të dy mjaftueshëm prezent në jetën e saj. Jetën e vajzës së saj. Me thënë të drejtën, mua kjo më duket një çift model për çështjen e divorcit dhe pastaj prindërimin me fëmijën. Okej, bukur fort. Bravo. Sa jemi tek Aldo, ai ka folur pak edhe rreth budallëve të këtij sezoni. Kush është budallën të këtij sezoni, se ashtuar shumë. Ky është informacioni i radhës për cilin ne do flasim. Atëherë, ai tha, ky sezon ka patur goxha budallëj, por një prej të cilëve ai citoi ishte emri i Valbonës. Ajo tha është tipike budallajt që vetëm flet dhe nuk dëgjon, vetëm vërtet edhe nuk dëgjon. Po mirë, ti çfarë mendon? Bie dakord. Ka të drejtë. Aldo për këtë më ka pëlqyer për logjikën që ka patur dhe diskutimin, argumentat që ai ka patur. Valbona ishte disi e lotshme. Disi.
ka rënë shtëpia qetësi, se me vërtet zihen tani, po nuk mbulon veshët i kur zihen ata. Ndërsa me Valbonën s'është e njëjta gjë. kishte një zë shpus. Po. Një zë shpus, kështu që të sillte mu këtu në çaç këtë kokës, siç i thon. Dhe Aldo i ka shpallur luftë me sa duket Valbonës, presim disin nga ana e Valbonës tani. Edhe sa për Laertin, se foli pak edhe për Laertin, ai tha se ishte më inteligjenti atje, kishte argumenta, ishte dinak në një formë. Dhe nuk mendonte se do ta fitonte, sepse si ishte inteligjenca e tij për këtë lloj formati. U shpreh se Valbona e ka prishur disi punë Laertit. Pse? Nuk e di. Qa bëri bona? Mendimi i Aldos. Okej. Mirë, do të kalojmë pak edhe tek informacioni i fundit të përgatitur për sot. Atëherë Blero, këngëtari, i cili ka patur një divorc të bujshëm, me sa duket është gati për të shpallur, për të deklaruar partneret e tij të re. Pasi në profilin e tij në Instagram ai ka postuar një story krah partneres, ku duket vetëm gjysma e fytyrës. Okej. Por që me sa duket po e bën gjën avash zyrtare. Shumë mirë, por shumë shpejt do ndajmë se i bëj kot zyrtare dhe këta man. Shijojnë vetë aty sa Mbas kemi. edhe nuk ndahet. Po. Sa mi marrë tjetë mi rrjetë. Më keq është ky muhabet, o si bora. Nuk i dihet, ne urojmë çiftit një jetë Ja sa uroj. më të gjatë të lumtur, Ja pa uroj. divorce. Ja urojmë shumë. Mirë, ne do të shihemi sërish javën e ardhshme me të tjera, thashë theme showbizi. Kalofshi një fundjavë sa më të bukur, të mbushur me zhvillimet e fushatës, por shpresojmë të jeni të kënaqur. Edhe shijoni pak të kohën me diell, të shihemi pak diellin sa e kemi. Po, e drejtë. Mirë pafshim.